Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahu al-azim. Falënderimet, hamdi dhe madhërimi i takojnë Allahu Gjellëshanuhu, i cili në mbushi jetën me begati të panumër në jetën e kësaj bote. Salavatet, selamet, përshëndetje tona qofshin mbi vullën e pejgamberis, mbi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe mbi gjithë ashabët e tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, pasi gjendemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj në të cilin vërtet Allahu Gjellëshanuhu veprat e robit besimtar i shpërblen ashtu si dinajt i shpërblen. E jona është që ne të jemi të vëmendshëm, që ne të jemi të kujdesshëm që vepra jonë, puna jonë, fjala jonë, e cila kryhet gjatë këtij muaji të bekuar, të jetë vërtet me jetë, të jetë gjallë, të jetë e vlefshme te Allahu Gjellëshanuhu dhe të jetë e vlefshme në mesin tonë si vepër e mirë e cila kërkohet nga çdo besimtar. Andaj, pasi është muaji i bekuar i Ramazanit, muaji i begative të Allahu Gjellëshanuhu, një prej temave të cilat vërtet duhet me pas kujdes ne është që ne vërtet veprat tona t'i bëjmë me niyete, me qëllime, që të arrijmë atje ku Allahu Gjellëshanuhu na urdhëron dhe atje ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na këshillon. Ajetin kuranor, fjalën e Allahu Gjellëshanuhu, të cilën e lexuam pak më parë, Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famëlart, në surën Al-Bayyina, na drejtohet e na thot: e ata njerëzit, e ka fjalën për të gjithë ne, nuk u urdhëruan për diçka tjetër përveç se t'i bëjnë ibadet Allahu Gjellëshanuhu me sinqeritet, të falin namazin, të japin zakatin, dhe kjo thot është feja e së të vërtetës. Kur është në pyetje niyeti besimtar të nderuar, vërtet Allahu Gjellëshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na e kanë sqaruar në librin e shpallur në Kur'anin famëlart dhe në fjalët e të dërguarit të fundit, vulës së pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, që ne vërtet veprat tona t'i bëjmë ashtu si i ka hije një besimtari. Koha në të cilën jetojmë ne sot, vërtet shpesh herë punët na shkojnë pa niyete dhe pa qëllime të pastërta. Sa është i rëndësishëm niyeti për veprën e besimtarit? Sa është i rëndësishëm niyeti për fjalën e besimtarit? I rëndësishëm niyeti, qëllimi në veprën e besimtarit është aq sa është i rëndësishëm dhe i nevojshëm shpirti për trupin tonë. Në moment kur ndahet trupi nga shpirti, atëherë vërtet trupi nuk ka asnjë lloj vlere për arsye se nuk e ka shpirtin e tij. Niyeti në Islam, niyeti në besimin tonë është i vlefshëm aq sa është e vlefshme rënja për pemën. Sado që të jetë pemë e madhe, në qoftë se asaj ja shkulim rënjët, ai drum do vishket, do shkatrohet, do zhduket. Kaq është i rëndësishëm edhe niyeti, qëllimi i veprave tona. Do thotë, t'i bëjmë veprat tona, punët tona me shpirt, t'i ngjallim dhe t'i bëjmë me rënjë që ata veprat vërtet të jenë të vlerësuara te Allahu Gjellëshanuhu, ashtu si dëshiron çdo kush nga ne që vepra jonë të shpërblehet nga madhëria e Allahu Gjellëshanuhu. Pasi sot jemi vërtet në kohën e reklamave më të mëdha, njeriu harxhon kohë, harxhon mund, gjithçka jep që pamja e tij e jashtme të jetë e bukur të njerëzit, që fjala e tij të jetë ajo e cila do të dëgjohet nga njerëzit. Shumë pak i jepet rëndësi asaj e cila është brendësia e fjalës dhe e veprës tonë, e ky është niyeti i cili kërkohet nga besimtari. Kur e them këtë, ne me pamje të jashtme, ne me fjalët tona, mundemi ndoshta edhe njerëzit t'i çorientojmë që ata të mos na kuptojnë. Por ta kemi të qartë se Allahu Gjellëshanuhu është ai i cili e di të brendshmen tonë. Allahu Gjellëshanuhu është ai i cili i di qëllimet dhe niyetet tona ende
pa i folur ndoshta në fjalët tona, pa i vepruar dhe veprimet tona në jetën tonë të përditshme. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na drejtohet dhe na thot: Allahu xhalleshanuhu thot, nuk shikon thot në pamjen tuaj, thot, po shikon thot në atë brendësinë tuaj, shikon thot në zemrat tuaja, shikon thot në niyetet, në qëllimet tuaja. I dërguari Allahu xhalleshanuhu kur është në pyetje, niyeti, qëllimi, të cilën duhet ta ketë pjesë të pandar besimtari në jetën e tij të përditshme, na drejtohet e na thot: veprat, punët e besimtarit thot vlerësohen te Allahu xhalleshanuhu në bazë të niyetit të cilën ai për të cilën e ka bërë veprën. Ai i cili thot ka bërë nijet thot që një vepër ta bën për hir të Allahu xhalleshanuhu, shpërblimin e kësaj vepre thot do ta kërkonte Allahu xhalleshanuhu. Ai i cili thot e ka vepruar një vepër, një punë thot për qëllime të jetës së kësaj bote, apo qëllimet e tija të fshehta, të cilat nuk i di askush përveç tij dhe Allahu xhalleshanuhu, ai thot shpërblimin e tij do ta kërkon prej atij për cilën e ka pas në jetë veprën e tij. Ky hadith, kjo fjalë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga shumica e dietarëve është vlerësuar sikur me qenë thot 1/3 e Islamit. Andaj vëllezër të nderuar, kur e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë hadith madhështor që ne vërtet veprat dhe punët tona, fjalët tona t'i ngjallim, t'i bëjmë të gjalla me niyete të pastra, e tha në momentet kur i dërguari Allahu xhalleshanuhu e bëri emigrimin, shpërnguljen e tij nga Mekja në Medinë, dhe gjatë këtij emigrimi, në mesin e njerëzve, nga turma e cila shpërngulej, nga turma e cila kishte lënë pas vete, pas krahëve të tyre, kishin lënë familjet, pasuri, gjithçka kishin lënë, qëllimin e kishin të shpërngulen vetëm për hir të Allahu xhalleshanuhu, që ta ngritin fjalën e Allahu xhalleshanuhu. Por në mesin e atyre njerëzve kishte edhe njerëz cilët nuk e kishin qëllim që ata shpërngulen me pejgamberin alayhi salam për shkak të besimit të tyre. Por dikëndin nga ajo turmë e madhe e njerëzve e kishte kurzuar një grua dhe i kishte thënë: në qoftë se dëshiron që të bësh martesë me mua, eja në Medinë të martohemi. Dhe ky e pa se i dërguari Allahu xhalleshanuhu bashkë me besimtarët shpërngulen nga Mekka në Medinë, tha edhe unë tha do i bashkangjitem këtij grupi, mirë po niyetin, qëllimin e kishte për diçka tjetër. Dhe kështu kur arriti i dërguari Allahu xhalleshanuhu në Medinë, edhe pse ishte informuar e dinte se me çfarë niyeti çdo kush udhtonte, e tha fjalën madhështore: veprat e besimtarit do vlerësohen te Allahu xhalleshanuhu në bazë të niyetit të qëllimit të tyre. Niyeti, qëllimi pra i veprave tona, vëllezër të nderuar, shpeshherë te Allahu xhalleshanuhu vërtet nga bujaria e tij që ka ndaj nesh si besimtar, vërtet është shumë i shpërblyer. Kur them shumë i shpërblyer, në luftën e Tebukut, pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte udhëtuar bashkë me ashabët e tij, me shokët e tij, 1000 sa kilometra në kamp, të lodhur, të raskapitur, të shkatruar, me qëllim që ta bëjnë një vepër, ta bëjnë një punë që Allahu xhalleshanuhu t'i shpërblen, që t'i afrohen mëshirës së Allahu xhalleshanuhu, që t'jenë bashkë me kënd me të dërguarin e Allahu xhalleshanuhu dhe t'jenë në gradat më të larta që u premtohen besimtarve nga Allahu xhalleshanuhu. Gjatë këtij udhëtimi i dërguari Allahu xhalleshanuhu tha ashabëve të tij, tha: ka tha disa njerëz të cilët i kemi lënë tha në Medinë, por ata tha shpërblehen nga Allahu xhalleshanuhu çdo kund që ju e keni hedh hapin, thot, edhe ata thot janë shpërblyer. Ashabët u drejtuan dhe thanë: si ka mundësi kjo, i dërguari Allahu xhalleshanuhu? Tha: kur e morëm rrugën ne për të ardhur këtu në Tebuk, ata thot i ndaloi thot ndonjë arsye dhe nuk patën mundësi të na bashkangjiten. Edhe pse i lam me lot në sy, thot, ata dëshironin të vinin me ne, por pamundësia nuk u amundsoi. Ata tha shpërblehen njëjtë tha sikur ju tha që jeni duke vepruar. Andaj i dërguari Allahu xhalleshanuhu, vëllezër të nderuar, kur është në pyetje
nijeti, pra qëllimi i veprave tona, në këshillon e na thot për arsye se vërtet pamja e jashtme e çdo vepre të mirë praktikohet, punohet nga besimtarët, mirë po ajo brendësia, qëllimi, nijeti me cilën bëhet vepra e ka rëndësinë edhe më të madhe edhe kusht që Allahu xhalleshanuhu t'i pranon veprat tona. Kur është në pyetje nijeti, vëllezër të nderuar, i dërguari Allahu xhalleshanuhu na drejtohet dhe na thot, kush e bën thot nijet thot që ta bën thot një vepër të mirë thot, në moment thot shpërblehet nga Allahu xhalleshanuhu. Nëse arrin thot ta realizon atë vepër që e bëri nijet, Allahu xhalleshanuhu thot e shpërblen thot nga 10 deri në 700 herë. Kurse kush e bën thot nijet thot që ta bën thot një vepër të keqe, një punë të ndaluar nga Allahu xhalleshanuhu, dhe thot në moment thot ndalet, në moment pendohet dhe nuk e vepron. Prej momenti që unë dalë dhe nuk e veproj veprën e keqe që e kish qëllim, Allahu xhalleshanuhu thot nga kjo ndërprerje thot e shpërblen. Por thot nëse arrin thot e ka bërë nijet që ta bën një vepër të keqe, një vepër të ndaluar nga Allahu xhalleshanuhu, dhe arrin ta realizon thot Allahu xhalleshanuhu nuk i shkruan më tepër se një gabim. Kjo pra është mëshira e Allahu xhalleshanuhu kundrejt besimtarve, kundrejt atyre të cilët e kanë thënë fjalën e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kundrejt atyre të cilët vërtet janë të kujdesshëm, janë të vëmendshëm në jetën e tyre si besimtar, si njerëz cilët e kanë thënë shahadetin e tyre në jetën e kësaj bote. Andaj vëllezër të nderuar, pasi është muaji i bekuar i Ramazanit, të mundohemi që veprat tona t'u bashkangjesim një jetë qëllime të mira që të arrijm kënaqësinë e Allahu xhalleshanuhu, që të arrijm shpërblimin e tij si në jetën e kësaj bote ashtu edhe në botën tjetër, për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam na drejtohet e na thot në ditën e gjykimit thot do të ringjallen thot besimtarët thot me ata nijete me të cilat e kanë përfunduar jetën e kësaj bote. Shpresojmë se këshillat, urdhnat e Allahu xhalleshanuhu do zënë vend në zemrat tona gjatë këtij muaji të bekuar, këshillat e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam të jenë pjesë e përditshmërisë tonë gjatë këtij muaji të bekuar, dhe shpresojmë që ta përfundojmë këtë muaj me ibadet të mbushur, të pranuar te Allahu xhalleshanuhu dhe të dalim në fund të Ramazanit të shpëtuar në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër shpresojmë në shpërblimet e Allahu xhalleshanuhu që na i premton në Kur'anin famëlar dhe që na i këshillon i dërguari Allahu xhalleshanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.